Emri i Cristian Shpendit po rikthehet fuqishëm në orbitën e Lazios në prag të merkatos së verës. Sulmuesi i Cezenës, i cili po zhvillon një sezon shumë pozitiv në Serie B, po konsiderohet si një opsion real për përforcimin e repartit ofensiv të klubit nga Roma. Sipas lajmeve të fundit në Itali, Lazio e ka rikthyer seriozisht interesimin për sulmuesin shqiptar të lindur në vitin 2003, një emër që ishte në radaret e klubit edhe gjatë vitit 2024. Forma e tij e mirë dhe vazhdimësia në paraqitje kanë bërë që drejtuesit e klubit të shohin te ai një investim për të ardhmen. Në sezonin aktual, Shpendi ka arritur të shënojë rreth 10 gola dhe 4 asistime në 33 ndeshje në të gjitha kompeticionet, duke u shndruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të Cezenës. Këto shifra kanë rritur ndjeshëm vlerën e tij në treg dhe interesimin nga klube të ndryshme europiane. Në këtë moment, Lazio duket se është një nga klubet më serioze në garë. Klubi Bardecalcher e sheh Shpendin si një profil të ri, me potencial rritjeje dhe mundësi për të zhvilluar në një sulmues të rëndësishëm në Serie A në vitet e ardhshme. Interesime për Shpendin ka edhe nga klube të tjera, si në Itali, ashtu edhe jashtë saj, dhe bëhet fjalë për Katarin apo edhe Premier Ligën angleze, teksa pritet një verë nxehtë për sulmuesin.